Nisim gjërësisht me lajmet e nisim me një lidhje me Durrësin. Lorida Mani, gazetare e Euronews Albanias na pret atje pasi banorët e zonës së Ish-Kënetës dolën sërish në një protestë përpara godinës së bashkisë pas përmbytjeve masive të ditëve të fundit, një protestë që me sa duket ka përfunduar. Lorida na sjell hollësit. Po Lorida. Përshëndes Mirela, pak momente më parë sapo ka përfunduar edhe protesta e thirrur e ditës së sotme, e cila u nisi që prej orës 6 përpara ambienteve të Bashkisë së Durrësit, e thirrur nga banorët e përmbytur të zonës së Ish-Kënetës, po ashtu prezent ishin dhe eksponentë të Partisë Demokratike në qytetin e Durrësit, të cilët ju bashkuan protestës së banorëve. Në fillim protesta në fakt nisi duke hedhur disa kova ujë përpara bashkisë në shenjë të përmbytjeve të tyre që kanë shoqëruar për këto 4 ditë radhës, e po ashtu u shoqërua, u regjistrua dhe një incident, ishte ai i hedhjes së disa kapsollave në drejtim të policëve që kishin qëpëruanin perimetrin e Bashkisë së Durrësit, një perimetër i cili u forcua më pas nga policët, pas që pjesëmarrja e protestës së sotme ishte e konsiderueshme, prej qindra qytetarësh të cilët u mblodhen përpara Bashkisë për të protestuar për kërkesat e tyre, si kundër janë rrjetet e kanalizimeve në qytetin e Durrësit, po ashtu edhe punimet e hidrovorit, ku sipas tyre ishin këto arsyet sepse janë përmbytur nga shirat e ditëve të fundit, ndërkaq le të themi që në pankadrat e tyre ishin posaçërisht thirrjet kundër korrupsionit të ushtruar sipas tyre nga kryetaria e Bashkisë Durrësit zonja Emiriana Sako, po ashtu ato në thirrjet e tyre kërkuan që ajo të ishte prezente përpara Bashkisë në mënyrë që të kishin një ballafaqim me të gjithë protestuesit dhe ankesat e tyre. Në fakt bën thirrje që protesta do të vijojë edhe për ditët në vijim derisa kërkesave të tyre t'i përgjigje posaçërisht vetë kryetaria e Bashkisë, por megjithatë nuk munguan as thirrjet kundër korrupsionit apo edhe kërkuan edhe le të themi dorëheqjen e kryetares së Bashkisë së Durrësit, Mirela. Po, ishte një pjesëmarrje masive apo disa qytetarë? Sa ishte pjesëmarrja? Atë krahasuar me protestën e zhvilluar mbrëmjen e dieshme, le të themi që ditën e sotme pjesëmarrja ishte më e lartë, mund të themi që qindra qytetarë u mblodhen përpara Bashkisë, megjithatë le të themi që policët të cilët poruanin perimetrin e Bashkisë arrestuan 2 prej djemve të cilët hodhën mjete piroteknike, posaçërisht kapsolla kundrejt derës së Bashkisë, të cilët i shoqëruan me sa bëjmë me dije deri tani burimet janë shoqëruar në komisariatin e Durrësit, ku pas protestës së përfunduar, banorët të cilët ishin prezent në protestë janë drejtuar drejt komisariatit të Durrësit për të kërkuar lirimin e 2 personave të cilët u shoqëruan në komisariat për hedhjen e mjeteve piroteknike. Megjithatë, të shumtë ishin protestuesit të cilët kërkonin të thynin perimetrin e policëve bashkiak për të hyrë në bashki, por kjo nuk u realizua pasi le të themi forcat e policisë bashkiake u shtuan në këto momente pasi pjesëmarrja e protestuesve mbrëmjen e sotme le të themi që ishte më e madhe, më masive se ajo krahasuar me mbrëmjen e dieshme, Mirela. Qartë, mirë, Lorida, dua të mbetem në një tjetër aspekt i ke raportuar gjatë gjithë ditës, ke paraqitur që situata në zonën e Ish-Kënetës, në Sukth, në Katun të Ri, në Nishtull ka qenë disi problematike para ditën e sotme. Përpara se të shohim këtë material, unë dua di se si është situata e përmbytjeve tani që flasim në qarkun e Durrësit. Le të themi që ka qenë moti ai i cili ka favorizuar situatën e cila ka ardhur drejt përmirësimit në qytetin e Durrësit, po ashtu edhe në veritë të tij, në zonat administrative ku dhe problematikat kanë qenë më të mëdha, si në fshatin Vardardh, Sukth i Ri, Katun Sukth, Perlat, Vardardh apo edhe Rushkull, ku përmbytjet kanë qenë masive me daljen nga shtrati të lumit Erzen. Deri më tani bëhet me dije se janë evakuuar në të gjithë territorin në bashkinë e Durrësit, në total 850 banorë të cilët janë strehuar në 2 shtëpitë e pushimit, po ashtu edhe në strukturat hoteliere të cilat janë vetë ofruar për të strehuar banorët përkohësisht deri në momentet që ata banesat e tyre do të bëhen sërish të banueshme. Në fakt, problematika ka patur edhe në bashkinë Kruj, po ashtu edhe në bashkinë Shijak, ku dhe atje në bashkinë Shijak ka dalë lumi Erzen duke përmbytur kështu 75 banesa, po ashtu edhe në bashkinë Kruj ka dalë lumi Zez dhe Gjol, i cili ka përmbytur
arritur deri më tani 60 banesa teksa bëjnë burimet me dije. Megjithatë, situata në brendësi të Durrësit po vjen drejt normalizimit. Uji në disa banesa është tërhequr, po ashtu edhe në lagjet kryesore. Ka ende punë për të bërë në zonën e Ish-Kënetës, pasi uji vjen të jetë ende prezent në disa banesa, por le të themi përgjithsisht situata po shkon drejt normalizimit, pasi ka qenë moti ai i cili ka favorizuar këtë situatë, ku përgjatë ditës së sotme le të themi që ka qenë të pakta rreshtet e shiut, të cilët kanë bërë të mundur edhe përmirësimin e situatës, Meriland. Po, faleminderit shumë, Lorida, për gjithë informacionin që solle në studio. Isha me Lorida Man në këtë lidhje të drejt për drejt nga